Të nderuar shikues, u rikthyem me personalitetin e ditës për sot dhe temën për të cilën sot do të flasim. Do flasim sot për veprimtarin, biografin dhe njëkohësisht për botimin e tij të fundit, të quajtur si zëri i një profesionisti, me profesorin universitar, akademik. Përshëndetje profesor dhe mirë se na erdhët. Ju faleminderit për ftesë. Kënaqësi e madhe që sot jeni në emisionin tonë. Megjithëse profesor ju vini nga Kosova, unë dua të flasim pak se cila është ajo lidhja që ju keni me Tetovën. Së pari më lejoni që ju falenderoj që më dhatë mundësinë që edhe në përmes ekranit të juaj ta bëj promovimin e librit tim të fundit, në realitet më të riun, zëri i një profesionisti, i cili është promovu para disa ditë edhe në Prishtinë. Unë faktikisht jam sot mësafiri juaj, po de facto jam ndi vetën tetovar, parasysh se më lidhin me Tetovën disa gjëra. Së pari më lidh formimi i Universitetit të Tetovës. Unë në këtë kohë, në vitin 1994, kam qenë këshilli nësimtar në Prishtinë, rreth formimit të hapjes në realitet të Universitetit të Tetovës. Dhe në atë kohë kam deklaru kështu. Në qoftë se ka nevojë edhe në kënd do të shkojmë te Tetovë, do të hapim vetëm bukë gjallë, por do të hapim Universitetin e Tetovës, parasysh se hapja e Universitetit të Tetovës paraqet çelçin kryesor të zgjidhjes së pazgjidhur të çështjes kombëtare të shqiptarëve në Maqedoni, dhe së dyti më lidh me Tetovën çështja si refugjat. Unë me familjen time kam qenë refugjat këtu me mujtë të tërë, te familja Ymer Bexheti, djemtë e tij te Nexhati edhe Enveri, dhe na kanë prit ashtu si pritën musafirët. Jo vetëm kjo familje, por edhe të gjithë vëllezërit tonë në Maqedoni, në atë kohë kur ishte një kohë shumë e vështirë për ne shqiptarët në Kosovë, na pritet durhapur dhe na strehut ashtu të pamundur e bënë të mundur. Dhe lidhur me këtë, unë do të falenderoj veçmas familjen Bexheti, të cilët i kam bërë jo vetëm unë, asim për dhe familja ime për jetë. Sa i përket universitetit, them se që nga dita e parë unë kam qenë pedagog ose profesor në Fakultetin Ekonomik të UT-s atëherë privat, dhe kam ligjeru landet bazike ekonomike. Mandej kur u shndru në Universitet Shtetëror, pashtu kam dhënë landet kryesore në Fakultetin Ekonomik të USHT-s. Dhe normalisht edhe në Universitetin e Evropës Jullindore, që quhet Shtuli, pashtu kam qenë nga dita e parë dhe kam ligjeru landet pashtu bazike ekonomike. Dhe në rast se më lejohet, unë me këtë rast i përshëndes studentët e mi të cilët kanë qenë në ligjerat atëherë. Unë kur kam ligjeruar në këto dy universitete, duke ju dëshiru shëndet dhe prosperitet në jetë. Faleminderit profesor për respektin dhe mirënjohjen që keni për Tetovën dhe gjithashtu universitetet tona. Tetova jo është gjithashtu mirënjohës për punën dhe kontributin që ju keni dhënë për shqiptarët në vendin tonë. Të kalojmë të flasim për botimin tuaj të fundit, zëri i një profesionisti. Në këtë libër, cili ka qenë ai motivi apo nga ajo ndjesia, le të themi, që ju u inspiruat për të botuar një libër të tillë? Po vetë titulli e zëri një profesionisti flet edhe për përmbajtjen, do thotë unë në këtë libër kam përmbledhur ose sublimu punën time profesionale shkencore mbi 4 dekada. Kjo duke përfshi periudhën prej viteve 1971-2024. E tërë materia në këtë libër ndahet kryesisht në 2 pjesë. Pjesa e parë përfshin periudhën e viteve 1971-1999, do thotë para çlirimit ose para luftës, dhe periudha e dytë pas luftës, do të thotë në realitet pjesa e dytë 2020-2024. Dhe normalisht dallohen temat para luftës dhe pas luftës, pasi që tjetë këtu unë kam përmbledh intervistat, analizat, vështrimet kritike profesionale të mia në fusha të ndryshme, edhe politike, edhe shoqërore, edhe sociale, por dominojnë normalisht tezat ekonomike, pasi që unë jam ekonomist dhe kam dhënë kontributin tim nëpërmes këtyre shkrimeve, do thotë gjatë periudhave të caktuara, dhe kam qenë pa pardon
ndaj edhe umnikut, edhe shtjellës 4 atë që kanë qenë bashkë kryesore të zhvillimit ekonomik në Kosovë para pavarësisë, dhe normalisht edhe pas pavarësisë ndoshta kam qenë edhe më i ashpër ndaj qeverive tona, të cilat me të vërtet nuk kanë zbatuar një politikë konsekuente ekonomike, dhe unë normalisht kam dhënë mendimet e mia, vështrimet e mia, kritikat e mia, por kam dhënë edhe zgjidhje, jo vetëm kritika ose vështrime kritike. Dhe në këtë libër janë botuar pra të gjitha këto shkrime të cilat janë të botura në mediat e shkruara, jo të gjitha, po ato kryesore, duke mos përfshirë edhe ato elektronike të cilat janë të shumta. Ja, pra, është një, si të them, një përmbledhje me tema të ndryshme, që unë mendoj se ka që të lexojnë lexuesi, jo vetëm ekonomisti, por edhe të tjerët të cilët nuk janë ekonomistë. Të më thëmë, profesor, mund të quhet ky si një lloj ditari akademik ose retrospektiv e veprimtarisë tuaj akademike, duke përfshirë këtu dhe kritikat apo reagimet që keni pasur ndaj sistemit, qoftë para luftës apo pas luftës në Kosovë? Po, keni të drejtë, mund ta quajmë edhe ditar, por unë do ta quaja, do thotë, një kontinuiteti imi profesional shkencor i cili ka përcjell, ose me thonë me fjalë qera, kam qenë kujdestar ndaj dukurive negative të cilat janë paraqit, qofshin ato politike, qofshin shoqërore dhe sociale, po vetëm atyne ekonomike, dhe unë jam nis nga fakti se nuk jam profesor ex katedër, mirë po profesori ose intelektuali i mirë fillt, pos ex katedrës do të japin edhe kontributin e tij në zgjidhjen e problemeve në fushën e vetëm, në këtë rast në fushën ekonomike, dhe unë mi u thonë drejtën, kom qenë edhe për institucione shtetërore, kom qenë këshilltari 2 kryeministra, kom qenë ministri i parë tregti industrinë ndihmishin, mirë, por nuk este për arsye se leadershipi jonë sikur nuk i don ekspertat, Pastaj unë vendosa që potencialin tim profesional shkencor ta jap në funksion të interesit të popullit. Prandaj, për mi dalë hakush popullit tonë, i cili duke ndarë kafshatën e Bukës në ka shkollu, nuk në ka shkollu me njëzu e me grabite, me plaçkit, po në ka shkollu që t'i ndihmojmë. Dhe në këtë drejtim, unë i kom dhënë detyrë vetes që të jap kontributin tim në përmes analizave, vështrimeve kritike profesionale, por jo si kritizer, por si profesionalist ekonomist, dhe për fat mirë kom deportu do të thotë në nivel të lartë, për arsye se janë vlerësuar edhe sot e kësaj dite këto punimet të mia janë aktuale në kohën kur unë i kam dhënë. Mund të përmendim ndoshta, profesor, ndonjë reagim të juaj ose ndonjë kritik që keni përdorur në këtë libër për ta pasur më qartë? Ka shumë reagime, normalisht tash në Prishtinë më shtroi gazetarja pyetjen pse bashkë 1981, pse keni filluar me 1981. Po, është e vërtet, 1981 ka qenë një vit shumë i rëndë politik për Kosovën, sepse në këtë kohë Serbia bënte trusni të madhe ndaj Kosovës, do të thonë ndaj shqiptarëve në këtë rast, duke sulmu universitetin dhe natalitetin. Prandaj unë mora përsipër që në aspektin profesional ta jep mendimin e tim dhe t'ju tregojmë edhe Akademisë Serbe se ne në Kosovë dim gjanat, por nuk kemi forcë politike ndoshta që të reagojmë. Në këtë kohë, në këtë vit, do thotë, ishte shumë vështirë të flitet, ose të jepsh ndonjë kritik ndaj Akademisë Serbe. Ishte masin e njerëzit shkruajnë, por shkruajnë në mënyrë anonime. Anonime, po. Kurse unë mora përsipër dal sipërfaqe kështu me emrin. Dhe në libër fillon reagimi im ndaj profesorit Miladin Koraç, një profesor i Universitetit të Beogradit dhe antar i Komitetit Qendror të Jugosllavisë atëherë, i cili në gazetën javore NIN të Beogradit pa shkru, ndër të tjera kështu. Kosova nuk ka ngel e pa zhvilluar, pse Jugosllavia nuk e ka ndihmuar, po Kosova ka ngel e pa zhvilluar për arsye se ka natalitet të lartë. Do thotë, shkaku i ngecës së zhvillimit ekonomik të Kosovës sipas tij ishte nataliteti. Do thotë, akademia gjithë një potencon të çështën e natalitetit, sa që njëherë pa dalë me deklaratë se
Në qoftë se shqiptarët, duke përfshi për dhe troje tjera etnike shqiptare në Maqedoni, Presheve dhe tjera, shtohet me këtë normë të natalitetit në vitin 2030, 70% e popullatës së Jugosllavisë do të jetë shqiptare. Do thotë në këtë mënyrë tentonte akademia që ta kthej këtë Jugosllavinë kundër Kosovës. Dhe unë mora guximin të reagoj profesorit dhe në reagimin tim të tjera konstatu se Kosova ka natalitet të lartë dhe trojet etnike shqiptare në ish Jugosllavi për arsye se janë të pazhvilluar, do të shkasi mas zhvillimit, por nuk janë të pazhvilluara pse ka natalitet të lartë, pra nuk është shkak nataliteti, por është pasojë e mos zhvillimit. Dhe kjo dominoi dhe normalisht lajehon shumë të madhe për arsye se dolan sipërfaqe, do të dola publikisht me emër, me mbiemër, dhe me ju thënë të vërtetën, në këtë kohë mora dhe epitetin Musa i Ninit. Kështu që ishte senzacionale, mirë po ishte një grusht i madh ndaj akademisë. Unë ju marrë me çështjen e natalitetit tek ne në Kosovë, kryesisht me natalitet janë marrë geografët, ndonse demografia është fush e ekonomisë, për arsye se faktori njeri paraqet faktorin kryesor të prodhimit. Mirë po që interesant, mirë po për t'ju kundërvu akademisë në këtë drejtim, unë fillova me konsultu literaturën akademike për natalitet dhe mora guximin, pastaj tifuz brinat, po thëmë nënthojza, me akademinë dhe i futa brinat me akademinë, kështu që në vitin 1986, atëherë kur ishte kulminacioni i Miloševićit, ishim në Beograd, ku Akademia Sërbe pa të organizu një konferencë shkencore rreth natalitetit në kuptimin e sulmit të natalitetit të shqiptarët, jo vetëm Kosovës, por të shqiptarët në përgjithësi. Dhe kjo ishte një rast kur unë e dhash kumtesën time, zakonisht në kumtesët e mia unë e kum shkel deri në fund, si thot, pedalën, në atë aspektin profesional shkencor. Dhe morje huan shumë të madhe kumtesa ime, sa që u trazu salla, dhe mos ta zgjas më tepër, pasi bo një pauzë, u kthy edhe u dheshte këtë konferencë akademik ku i cili Tita kishte largu Mihajlo Markovićin në 72 si ekstrem. Dhe normalisht aty u ofendu shumë femna shqiptare, se femna shqiptare din vetëm të lindë, është lavatrice, njënën tjetrën, edhe ai filloi më kërcënu mu me gisht, ku di unë ti Limonin nuk din çka është marksizmi, ti vetëm e citon marksizmin, ju nuk dini tjetër, vetëm me lind fëmijë, njënën tjetrën të. Unë pastaj në përgjigjen time ndër të tjera i thash edhe këtë fjali, në gjuhën serbokrate normalisht. Thonë në mënyrën më të butë, ju akademik të Akademisë Sërbe, ma së paku jeni shovinist dhe racist. U trenun salla. Sigurisht. Në atë kohë ai Mihajlo Markovići ishte edhe këshilltari i parë i Miloševićit. Kështu që do të ishte një guxim i imi, nuk e kom thonë unë atë pa vedi, kom thonë me vedi të plot, ndonë se ka qenë rrezik, edhe tash e shoh kom thonë po mirë, si ku mujtë me thonë se ka qenë shumë e rrezikshme, në atë ku ishte situatë shumë e tendosur, edhe politike, edhe ishte Tahir Meja, të ju kujtohet, ai rasti i Drenicës, po ja, shpëtum, pa një thërë kom, se të drejtin edhe Zoti e ndihmon. Sigurisht, megjithatë profesor dashur. Kjo ishte ajo e para, e dyta ishte pamfleti kundër tezës të dizertacionit të doktoraturës time. Unë doktoraturën e kom mbrojt në Zagreb. Nuk e kom zbulu Amerikën normalisht, po kom qenë shumë më i guximshëm se kolegët e mirë dhe kom thonë troç kundër sistemit jugoslav në atë kuptimin se eksploatohet Kosova. Dhe me lejnë entit përbotimin e teksteve, se atëre entit përbotimin e teksteve ka votu vetëm gjuhën shqipe. Dhe unë e bona kërkesën që ta botojnë në serbokratisht, për arsye se atë që ka kom shkujtu në shqiptarët e din, por du t'ju tregoj edhe Akademisë Sërbe se na i dim gjanat. Edhe e pranun drejtori atëhershëm Ramush Rama, një intelektual i mirëfillt, edhe dha provimin e vetë.
dha efektin e vetë në realitet edhe televizioni 2 i Beogradit e morë librën pasi kishte qasja i ndihmën serbokrate dhe 5 minuta, dikon 10 minuta në përmes televizionit Beogradit 2 u sulmu teza ime, duke thonë se ja ku kanë marrë studentët parolat, njëna tjetër, në atërën dhe të tjera kisha konstatu se sistemi ekonomik i Jugoslavijës, veç mas sistemi i çmimeve e eksploaton Kosovën, për arsye se në përmes sistemit të çmimeve bartën të ardhur kombëtare nga Kosova në vizet tjera veç mas në Serbi. Kjo ishte ajo teza ime dhe më shpallën atëherë si nacionalist dhe çka ishte ma keqe, kolegët e mi shqiptar, atër vunë renditës, më largun prej partije, më largun prej fakultetit. Mirë, për fatë të mirë, pastaj udhëheqësia jonë të e ditë do të të rëndësinë e reagimeve të mia, sine pas disa muajve në atë vrullën e demonstratave, problemeve politike të tjera, prapë më këthin në fakti. Këto ishin ato 2 tema që mund t'i ndaj në periudhën e parë, 1981-1999. Profesor, sa kohë ju ka marrë botimi i këtij libri, përgatitjet, sigurisht, shkrimet, për sa kohë keni botuar? Po jo, unë të gjitha punimet që kanë qenë që tash në fillim të botura i kom pas rujt. Dhe normalisht unë i kom pas përpunu, dhe dikun ka marrë 2 vite. 2 vite më ka marrë kohë, derisa e kom bo kështu përmbledhje të gjitha këtyre. Normalisht pastaj e kom fresku gjatë periudhave, do thotë është një kontinuitet i punës time profesionale shkencore, sipas ngjarjeve që i kanë asnjë. Edhe normalisht pas çlirimit, se unë nuk them luftë, sepse na shqiptarët kanë pas shumë lufta, po tash mas çlirimit të Kosovës, kom qenë më i zëshmi në shumë raste, duke filluar nga procesi i privatizimit e këndej. Tash, në rast se më lejoni, unë mund të them disa gjëra rreth procesit të privatizimit. Do të thotë në 2000, si ju thashë, kom qenë ministër për tregti dhe industri, ministri i parë, dhe atëre me zhvillimin ekonomik mirë i UMNIK-u, përkatësisht shtylla 4, nëpërmes shtyllës 4 UMNIK-u bënte politika ekonomike që unë nuk pajtohesha, për arsye se ato nuk ishin politika ekonomike në kuptimin e zhvillimit ekonomik, por ishin shkatrimi e ekonomisë. Dhe unë pa ta propozu, se atëri jepshin ndërmarrje shoqërore me qira. Unë pa ta propozu që mi riaktivizu ato, jo mi donë me qira, mirë po UMNIK-u nuk e pranoi gjatë të tillë dhe propozun modelin spin-off. Modeli spin-off do thotë me ngrit fabrika të reja në kuadër të fabrikës ekzistuese, por çka është e shnosh. Për shembull, me ta marrë vetëm krajnë që e ki shnosh, se komën shnosh, po edhe tërë trupin. Dhe kjo ishte një model që unë nuk e pranova, në realitet nuk ishe i pajtimit, dhe propozova modelin voucher. Modeli voucher në vetën në kupton që ndërmarrja shoqërore të shndrohen në shoqëri aksionare. Dhe mund të them dietë plot profesionale se po ta zbatoshmi modelin voucher, ne sot do të kishmi mas paku 50% të kapaciteteve ekzistuese industriale dhe 50% të punësurve që ishin atko. Mirë po, shtylla 4 nuk e pranoi këtë dhe zbatun modelin e spin-offit. Dhe duke mos e zgjat shumë rreth këtij procesi, mund të konstatoj, të cilën edhe në libër e kam konstatuar, se procesi i privatizimit, ashtu si është zbatuar tek ne, është dështim total. Është dështim, do thotë se privatizimi është në kuptu shndrimi ndërmarrje shoqërore në ato private, çka ka të bëjë me te. Procesi i privatizimit në vete nënkupton reforma ekonomike, do thotë, me ndryshimin e pronës, do thotë, me ndryshu strukturën ekonomike të tjera. Kjo nuk ndodhi në Kosovë, për fatë të keq që ky proces i privatizimit me këtë model, i cili edhe sot është, që është plotësisht gabim, paraqiti burimin kryesor të korrupsionit. Këtu filloi korrupsioni dhe njerëzit brenda natës u bën milionera,
mandej paraqiti faktorin në shkakun kryesor të shkatrimit të ekonomisë ekzistuese dhe normalisht e rriti armatën e të papunëve. Çka do të thotë se procesi i privatizimit tek ne ka qenë dështim i cili edhe sot e kësaj dite zhvillohet me të njëjtin model që unë as pak dhe normalisht do thotë unë kam qenë më i zëshmi dhe kundërshtar, po kam dhënë zgjidhje. Mirë po, për fat të keq, zotëritë që ishin në krye të institucion nuk e zbatun këtë, parasysh se nëpërmes vauçerit as umliku e as këta zotërit tonë, po them thojza zotërit tonë që ishin në krye të institucion nuk ishin mujt me vjedh. Po them ashtu shkollë shqip me vjedh, sepse vetë punëtorët do të reagonin, do thotë për ato dukurit negative që do të paraqitishin, edhe kjo paraqiti atë mundësinë më të mundshme që mu rrit korrupsioni. Për fat të keq atëherë korrupsioni po edhe tani është në nivelin më të lartë institucional, do të thotë në nivelin më të lartë institucional, kështu që njerëzit do të thotë brenda natës e bën milionera dhe kjo ishte ajo dështimi, do të thotë se i përket procesit të privatizimit. Ka dhe tema të tjera të cilat unë nuk jam pajtu, për shembull rreth politikës së zbatuar makroekonomike, sepse unë jam makroekonomist, mund të them se në Kosovë tash po flas pas pavarësisë, nuk kena pas politikë zbatuar ekonomike. Asnjë qeveri s'e ka zbatuar, do thotë në kuptimin e plot. Do thotë zhvillimi ekonomik në Kosovë pas pavarësisë është bërë ad hoc, pjesërisht dhe pa koncept, pa strategji. Çka unë kom reagu, do të thotë është dashur të bëjë reforma, sidomos politikën fiskale, tregtisë jashtme të tjera, por nuk ka ndodhur kjo dhe normalisht kam qenë më i zëshmi në këtë drejtim dhe normalisht kam dhënë edhe zgjidhje. Mirë, pas pavarësisë, unë kom pas propozuar në politikën e zbatuar ekonomike që politika tregtisë jashtme të zbatohet në një formë tjetër, jo kështu si zbatohet, dhe pa ta propozuar që transaksionet ekonomike në mes Shqipërisë dhe Kosovës, përkatësisht Kosovës dhe Shqipërisë, të ngriten në union ekonomik. Çka do thotë union ekonomik? Unioni ekonomik në vete nënkupton që qarkullimi i malrave, i kapitalit, i njerëzve, i ideve të tjera, të bëhet pa kur farë barrierash administrative dhe politikës fiskale në mes Kosovës dhe Shqipërisë, përkatësisht Shqipërisë dhe Kosovës. Kjo do të thotë se si me çu një mall prej Prishtinës në Prizren, ashtu duhet të jetë prej Prishtinës në Tiranë dhe anasjellë. Po këtë nuk e përfillon as Shqipëria, as Kosova, dhe normalisht tash kemi ato taksa. Unë e shoh ribashkimin kombëtar në proceset integruese, dhe kjo ishte një hap, nëse ne kena bë hapa konsiderueshëm drejt ribashkimit kombëtar, siç është për shembull Unjësimi i Gjuhës Shqipe në vitin 1972 që është bë, mandej betarja, edhe pse s'na lejojnë Maqedonët e Serbët më përdor të shqiptarët në Maqedoni dhe të Lugina e Preshevës, por është hap shumë e rëndësishme dhe tash normalisht gjatë sezonës verore hiqet kufiri, ja kështu duhet të hiqet edhe ky kalb, ky në realitet gardh i kalbit që ka met, ashtu si u hek edhe muri i Berlinit dhe kështu duhet të fillojnë ribashkimi kombëtar, jo bashkimi kombëtar. Unë e zhvilloj tezën ribashkim, sepse ne kemi qenë të bashkuar, na kanë shkfut dhe na kanë ndarë në 5 shtete, prandaj ribashkimi, kështu që në një kombëtes timi që kom pas gjatë ditëve të flamurit në Shqipëri, kom shpreh këtë tezë timen, është pranuar, jo bashkim, po ribashkim. Prandaj ka shumë tema në këtë drejtim. Reagimet e mia veç mas kanë qenë botimet teksteve shkollore, posaçërisht, dhe vjetarit statistikor që është një prej dokumenteve më të rëndësishme që ofron të dhëna publike. Për shembull, në këtë periudhë dikon 2004 u botun 2 tekste shkollave të mesme, ekonomia 11 dhe ekonomia 12 për 2 autorëve, profesor doktor Ali Jakupi dhe profesor doktor Isha Mustafa. Dhe normalisht
unë i lexova do shkrimet e tyre dhe pash gabime katastrofale, pikpamjen profesionale shkencore, dhe reagova, shkrujta dola publikisht me 12 vazhdime, njënën tjetrën, mirë për nuk e përfillën. Nuk e përfillën. Unë me këtë rast të thëmë vetëm një dy raste që opinionit ta din pse kom reagu. Për shembull, në librin Ekonomia 12, këta dy autor kështu e definojnë çmimin. Çmimi është sikur një shishe Coca-Cola e madhe është e barabartë me 4 Coca-Cola të njëjtës pije. Është me vërtet qesharake, jo vetëm qesharake, po e pa kuptueshme, pa logjikshme që dy profesorat ekonomistë ta definojnë kështu çmimin. Mandej thot nuk e arsyetojnë se nuk e kupton nxënësi çka është tash çmimi, ose tjetrën për shembull nuk e definojnë drejt dhe mirë në anën profesionale çështjen e ndikimit të inflacionit në kërkesë. E thot, në qoftë se çmimet janë të larta, kërkesa do thot njerëzit pinë qumësht me gota të vogla. Në qoftë se çmimet ulen, njerëzit pinë pastaj qumësht me gota të mëdha. Ose çmimi është një biletë teatrit e barabartë me 1 litër benzinë e të tjera. Këto janë me të vërtetë sharak. Çmimi paraqet vlerën e mallit të shprehën para. 5 euro do të tregon vlerën e këtij mallit. Kjo ka qenë me të vërtetë. Dhe unë pa të reagu normalisht, bile pa të shku të përgjegjësi i Ministrisë Arsimit ka qenë Arif Demolli, edhe i thonë të lutem mos i botoni se nxënësat do të t'i dezinformojmë pikpamje profesionale. Çka të intereson thati kjo punë? Kjo është punë e jona. Edhe u botun ato librat. Dhe çka është më e keqe te vjetari statistikor, që paraqet një prej botimeve më kryesore publike ku jepën të dhëna publike për të gjitha fushat. Dhe aty po ashtu janë katastrofale, pa falshme janë. S'din as emërtimin e tabelave, as din tabelat. Për shembull, në një tabel, tash për opinionin po them, që janë ekonomistat, në krye të tabelës e shkruajmë lart atje, dhënat janë në mijë ose në miliona. Edhe pastaj në tabel jepën ashtu. Kurse me një vjetar shkruan atje nalt shkruan në miliona, po edhe në mbrendi numrat absolut janë në miliona. Do të del brutoprodukti në realitet brutoprodukti vendor del më i madh se sa i Shtetet Bashkuara të Amerikës, më mend. Kjo është një, ose një rast tjetër që për marrë vetëm ato ekstrem që janë, shkolla paraqet një grumbull nxënësësh. Më mend. Shkollën e shef si objekt, jo si institucion arsimi. Dhe çka është më e keqja, parashef kështu konsumin vetanak. Konsumi vetanak thot janë të gjitha të mirat materiale që prodhon brenda shtëpisë. Brenda shtëpisë, kjo është. Brenda shtëpisë. Edhe unë tash në mënyrë alegorike thon, po mirë, në rast se del në vikend, familja dhe bon fli për shembull, del këtu në Bregdillit në Tetove dhe bon fli. Do thotë nuk është vetë konsum. Vetë konsumi është ai i cili prodhuesi e shfrytëzon për nevojat veta dhe të familjes, po jo që prodhohet brenda shtëpisë, s'ka lidhje ajo. Ja, këto janë ato ekstreme dhe normalisht pashtu kam qenë shumë i zonshëm te strategjitë. Hapin e parë në këtë drejtim për hartimin e strategjisë, që gjithnjë kom apelu që të bëhet strategjia, parasysh se pa strategji si dokument bazik për orientimin në linjat të trasha të zhvillimit ekonomik, nuk ka zhvillim ekonomik, pa të bo Akademia e Kosovës, Akademia e Shkencave, pa asnjë ekonomist. Dhe çka ndodhi aty, janë marrë punimet të disa autorëve aty, janë gjujt aty, çka është më e keqja, mua më kanë marrë punimin 16 faqe pik për pike. Do të plejatur, pik për pike, as nuk kanë kërku falje. Dhe që qeverit kanë tentu 4 herë ta bojnë strategjinë, asnjëherë s'kan arritur. Dhe në të gjitha qeverit edhe këto strategji që i kanë bu, unë kam dhënë vështrimin profesional, do të thotë vështrimin kritik profesional shkencor. Të gjithë i kom përgjegjë, do të thotë
Dhe sot e kësaj dite, dhe pse janë dhënë dikun 7.200.000 euro me sa unë e di, nuk ekziston një dokument i tillë sepse nuk ka pas bazë, nuk ka pas. Ata që kanë tentuar me bë, nuk e kanë ditë çka është strategjia. Për shembull, ministria, ai hapi parë ka qenë Ministria Tregti Industri. Qeveria është ekzekutivi, nuk ka potencial profesional shkencor të bëjnë strategji. Për arsye se strategjia në vete është disiplinë inter dhe multidisciplinare. S'mundën me bë, se s'ka potencial që qeveria mundet me porosit, kurse strategjinë e bojnë institucionet shkencore, do thotë me ekipet e tyre. Mandej, pashtu kam qenë shumë i zashëm rreth disa dukurive që në paraqit atëherë jo taksa 100%, jo pariteti, do thotë, unë që në fillim kom dhonë mendimin tim se parimi i reciprocitetit duhet të zbatohet, pa e përmend, edhe në politikë, edhe në ekonomi. Për shembull, në politikë, kom thonë, atë që Serbia ja jep shqiptarëve në Preshevë, atë duhet ta bëjnë edhe Kosova për serbët në Kosovë. Dhe e kundërta, atë që Kosova ja jep serbëve në Kosovë, duhet Serbia. Kjo është pariteti i reciprocitetit. Edhe në ekonomi, normalisht, s'ta pranon vullën, s'ta pranon këtë njërin që tjetër gjë, s'ki nevojë me thonë po e zbatoj, Kjo ka qenë ajo ndihmesa ime që e kom thonë, do thotë, në aspektin profesional, dhe normalisht kom ngrit zërin pastaj rreth Ballkanit të hapur. Kjo ka qenë me të vërtetë një lojë e Serbisë, që i ka shtinë lojë edhe Maqedoninë, edhe Shqipërinë, çka është më e keqe, Shqipërinë, se për Maqedoninë do të habitesha shumë, që Serbia nëpërmes Ballkanit të hapur ka tentuar të jetë dominues në Ballkanin perëndimor, si në aspektin politik ashtu edhe ekonomik, do thotë ka qenë me mbrapavijë. Dhe unë gjithnjë them, atë çka e mbështet sërbi, dihet që është keq për shqiptarët. Atë që reagon sërbi, dihet që është mirë për shqiptarët. Dhe normalisht kom dhënë mendimin tim profesional shkencor, sa e nuk duhet të jetë Ballkani i hapur, dhe për fat të mirë, edhe Evropa nuk e pranoj, ajo do të ishte një dështim edhe një hap shumë i dëmshëm, jo vetëm për Kosovën, por edhe për gjithë shqiptarët, por edhe për Shqipërinë. Sërbët, nëpërmes ndihmës rusëve dhe shtetit të Serbisë, filluan me ble banesa, troje, njërin tjetrin, dhe në këtë mënyrë edhe me slavizua edhe Shqipërinë. Pra, edhe në këtë kohë, pashtu kom përshtrit atë që e thash fillim, që transakcion, ne duhet ta bëjmë tregun unik shqiptaro-shqiptar. Shqiptaro-shqiptar, jo do të thotë Serbi, Malizi, jo, Maqedonia dhe Shqipëria. Do të thotë tri shtete tjera të asene nuk e kanë pranuar, këta dëshin me bënë një gjatë të tillë. Do thotë tregu unik i përbashkët shqiptaro-shqiptar, do thotë atë që e thash duhet me ngrit në unionin ekonomik. Kurse transakcionet me shtetet të cilët kemi elementin ton etnik, si që është Maqedonia, ku 50% janë shqiptar, në Maqedoni nuk janë shqiptar pakic. Prandaj gabojnë këta zotni që mirën me politikë edhe pranojnë që shqiptarët janë pakic, s'është e vërtet. Shqiptarët duhet të jetë shtet formues. Unë me një kumtes në para 4-5 viteve në Tiranë, ndër të tjera kom dhonë mendimin tim se zgjidhja aktuale për Maqedoninë është federata, të formohet Republika Shqiptare dhe Republika Maqedonisë, jo minoritet. Kurse për Preshevën do të dalin referendum dhe me të drejtë bashkimit me Kosovën. Kurse me Maqedoninë do të kom propozuar me qenë union doganor, sepse union ekonomik nuk pranon shteti edhe me malin e zi. Prandaj mi thonë vërtetën, unë këtu kom elaboru
me dukurit negative të cilat jenë paraqit kryesisht në fushën ekonomike, po ka edhe shumë elemente politike, në kuptimin që jo të shes mend, por në kuptimin që me potencialin tim profesional shkencor të jep kontributin tim në zgjidhjen e disa çështje. Mirë, po për fat të keq kjo nuk ndodhi. Dhe lidhur me këtë, unë do të konstatoja këtë, se të gjitha këto dukuri negative që i përmenda, që janë paraqitur dhe janë prezent sot, për shembull, Kosova sot është në një situatë më të rëndë politike, ekonomike dhe sociale. Në atë aspektin ekonomik, Kosova sot hinë në radhën e vendeve më të pazhvilluara, jo të Ballkanit e të Evropës, po në kodët të vendeve më të pazhvilluara të botës. Dhe e gjithë kjo që pas me determinant është politika destruktive kadrovike. Për arsye se seleksionimi u bë negativ. Truri intelektual u shkel. Ne sot jetojmë në një kohë pa kohë, në një kohë kur antivlerat shkelin vlerat. Dhe ne kena pas për shembull politikën kadrovike të gjitha qeveritë. Jo, tu fillu prej asaj përkohshmës deri te kjo aktualja, që kanë angazhu njerëzit të cilët janë portron, njerëzit militant e të tjera. Ka raste për shembull ku ministër i infrastrukturës ka qenë mjek, ose disa ministri që kanë qenë, do thotë, kryesore ekonomike kanë qenë historian. Dhe rreth politikës destruktive, kadrovike mund ta them edhe këtë shembull konkret. Kur isha unë aktiv në ligjërata, në vitin akademik, gjithnjë, ato 2 orët e para kanë pas bisedë të lira me i orientu studentat në ligjëratë, në literaturë, njëna tjetrën, edhe ishte viti i parë, bachelor. Ishin 10-15 studenta dhe ndërqera i pesh mirë, ka dikush prej jush që punon, tha, po profesor, unë punoj. Thash, sa mirë, në këtë situatë krize, të papunësisë, thash, po ku punon ti? Tha, jam këshilltar i ministrit. E kuptu të thash krejt, do të ka kryer atë bachelorin, mos flasmi për... Ja, kjo është politika kadrovike që është zbatu tek ne. Dhe lidhur me këtë që po e përsëriti prap, që 2-3 herë këtë thonën. Në qoftë se një vend dhe ekonomi e udhëheqi, padishmi, ignoranti dhe jo profesionalisti dhe i keqi, atë vend dhe atë ekonomi e merr dreqi. Ja, Kosovën e ka marrë dreqi, e ka marrë dreqi. Ose, më lejoni ta citoj edhe të madhin aktorin Adem Mikullovci, i cili thot, thekna nuk është bereqet, hira nuk është bylmet, e hajnin nuk man shtet. Ja. Profesor, faleminderit shumë për këtë elaborat të librit tuaj dhe veprimtarisë tuaj, ishte kënaqësi dhe privilegj që sot na nderuat me pjesëmarrjen tuaj në emisionin tonë. Ju faleminderit edhe një herë për ftesën dhe që më dha mundësinë që edhe opinionin intelektual shqiptar në Maqedoni ta njoftoj me këtë vepër edhe kontributin tim që e kam dhënë në procesin e arsimit të lartë shqiptar në prandaj unë ndi kënaqësinë dhe mburrëm me atë që më ka dhënë mundësia që ta jap do të thotë kontributin tim në ngritjen dhe zhvillimin e arsimit të lartë të rinia jonë shqiptare në Maqedoni. Ju faleminderit edhe një herë. Faleminderit, ju mirëpresim sërish për tema të tjera. Faleminderit. Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra për sot. Faleminderit për vëmendjen tuaj, deri në takimin e radhës, bashkë mirupafshim.